Përshëndetje të gjithëve, sot do t'ju tregoj se si unë I bëj thonjt vet në shtëpi. Dhe këto janë dhe ngjyra që unë kisha dhe po mendoja se cilën ngjyrë të vendosja. Por vendosa për këtë ngjyrën këtu, që është shumë e bukur, dhe do ta shikoni edhe në fund se sa bukur ka dalë. Unë thonjt I kam vetë të gjatë, kështu që vetëm do t'i bëj me manikyr gel, nuk do vendos tipsa. Dhe këtu po pastroja kutikulat, siç edhe duket, dhe kjo është shumë e rëndësishme që ta bëni para se të vendosni të bëni thonjt. Dhe tani këtu do të bëjmë tek të gjithë thonjt me të njëjtën mënyrë, siç edhe shikoni, dhe pastaj do fillojmë me limën që t'i limojmë dhe t'i japim formën thonjve, që të duken edhe më bukur. Dhe kështu vazhdojmë tek të gjitha me radhë. Dhe pastaj do vazhdojmë me primerin. Primerin do vendosim vetëm një shtresë shumë të hollë, vetëm pak, dhe kjo shërben për thonjt që të mos myket, dhe kështu do vendosim tek të gjithë thonjt. Dhe pastaj do vendosim bazën. Baza është shumë e rëndësishme që ta aplikojmë në mënyrë shumë të mirë, sepse kjo është e gjithë çelësi kur ne bëjmë thonjt, që kur vendosim manikyrin të mos duken ato bëshllëqet ose hapësirat që ne mund të krijojmë nga mosvënia mirë e bazës, dhe duhet të kujdesemi që të mos e prekim mishin, sepse ndryshe thonjt do të marrë ajër dhe do hiqet shumë shpejt. Dhe pastaj, pasi vendosim bazën, sigurisht që do vendosim dorën në furr. Dhe pastaj do të vendosim manikyrin në gel që ne kemi vendosur të përdorim, që është ky që ja tregova edhe më parë. Dhe me këtë duhet të bëjmë shumë kujdes që mos vendosim tek mishi, sepse merr ajër dhe do hiqet shumë shpejt pastaj manikyri gel që ne kemi vendosur. Dhe kështu kam vepruar tek të gjithë thonjt, siç edhe po ja tregoj të gjitha hapat. Pasi kemi mbaruar me manikyrin gel, I vendosim në furr që të thahet, dhe pastaj do të vendosim shkëlqysin, që është kjo top coat, për t'i dhënë një shkëlqim thojt, dhe këtu vendosim një shtresë tek të gjithë thonjt, dhe pastaj vendosim në furr që të thahet. Dhe ky është rezultati I thonjve, dhe kanë dalë me të vërtetë shumë bukur. Dhe shkruani në komente nëse ju pëlqen apo jo, dhe komentoni se çfarë doni në videon e radhës. Shumë faleminderit që më ndoqët, paçmyje.